Krim tronditës në Ksamil, një 20 vjeçar portugez vritet me thik nga roja e lokalit pas konfliktit për një vajzë. Autori arrestoti i fshehur në bagazhin e një makine. Kapet në Qafstan një nga autorët e grabitjes së marrëmzjarrit të një argjendarie në Paskuqan 2 javë më parë. Agresori që ishte në ndjekje tentoi të kalonte kufirin. 7 vatra zjarre vjojnë të mbeten aktive në gjithë vendin. Qindra e zjarfikës në Puk, në Tiranë dhe në Dibër po ndihmohen edhe nga avionët dhe helikopterët. Asnjë sinjale për rikthimin e negociatave të paqes në lindjen e mesme. Presidenti Donald Trump këmbëngul se ngushtica e Hormuzit do të shpallet tokë amerikan. Përshëndetje të gjithëve, dhe jemi së bashku me lajmet e drekës këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Festa e disa të rinjve të huaj në Ksamil është kthyer fatkeqësisht në një tragjedi. Një turist 20 vjeçar portugez është vrarë me thik gjatë natës nga roja e lokalit pas konfliktit për një vajzë. Autori i krimit të tronditës, i dënuar më parë në Angli për drogë, është arrestuar pak orë pas krimit teksa po tentonte të arratisej i fshehur në bagazhin e një automjeti. Një turist portugez 20 vjeç është vrarë me thik në orët e para të mëngjesit të kësaj të marte në zonën bregdetare të Ksamilit. I riu, i identifikuar si Luis Miguel Varela Mendes, u gjeti pa jetë te shezlongët e një lokali në Bregdet, ku kishte shkuar për të festuar së bashku me një grup turistësh francez. Ata kishin ardhur në Shqipëri për pushime. Në rrethana ende të paqarta, turisti portugez është përfshirë në konflikt me Sokrat Vatën, një 29 vjeçar nga Hasi, që punonte si truproj te lokali ku grupi i turistëve po festonte. Sipas hetimeve, shkak i konfliktit mes tyre është bërë një vajzë. Sokrat Vata dhe disa të tjerë të përfshirë po ashtu në konflikt e kanë nxjerrë të riun portugez nga lokali deri te porta dhe më pas ai e ka goditur disa herë me thik. 20 vjeçari ka marrë disa goditje në shpinë dhe në kraharor dhe përpasoj ka ndorruar jetë me një herë. Pas ngjarjes autori u largua, por arratia e tij zgjati vetëm disa orë pasi ai u kap nga policia në një postoblok në Levan, ku u gjeti fshehur brenda bagazhit të një makine. Mjeti drejtoi nga një 31 vjeçare shtetase turke, ndërsa në makinë udhëtonte si pasagjer edhe një 38 vjeçar, po ashtu shtetas turk. Të dy ata janë shoqëruar nga policia për të marrë në pyetje për rolin e tyre dhe bashkëpunimin me autorin. Po ashtu, policia e Sarandës ka shoqëruar edhe disa persona të tjerë që kanë qenë në vendin e ngjarjes dhe që mund të japin detaje për dinamikën e vrasjes. Sokrat Vata rezulton me të shkuar kriminale. Ai është arrestuar dhe dënuar në Angli në vitin 2024 për trafik droge dhe drejtim të mjetit në mënyrë të rrezikshme. Policia arrestoi në Qafstan një nga 2 autorët e grabitjes me armë të një argjendarie në Paskuqan në 2 javë më parë. Ai tentoi të kalonte kufirin, por është kapur nga agjentët që ishin në ndjekje të tij. Një prej autorëve të grabitjes me armë zjarrit, një argjendarie në Paskuqan, ngjarje e ndodhur në 5 gusht, u arrestua këtë të martë nga policia. Autori i identifikuar si Argus Kalsi, 35 vjeç, u kap në Qafstan teksa po mundohej të largohej nga Shqipëria. Në momentin që po përpiqej të kalonte kufirin, Kalsi u vu në pranga nga efektivët. Policia e kishte ndjekur dhe përgjuar prej ditësh 35 vjeçarin me qëllim që të arrestonte edhe autorin e dytë, i cili ende nuk është identifikuar. Ditën e ngjarjes, 2 autorët e maskuar lëvizën në rrugicat periferike të Kamzës përpara se të mbërrinin në argjendari. I njëjti itinerar është ndjekur edhe pas grabitjes. Ata mundën të grabisnin sende floriri me një vlerë mbi 1.5 milion lek. Hetuesi dyshojnë se autorët mund ta kenë vëzhguar më përpara argjendarin. Një prej tyre besohet se është paraqitur si klient disa ditë përpara ngjarjes për të mësuar vendodhjen e bizhuterive me vlerë më të lartë. Një ditë pas ngjarjes, në një zonë të pyllëzuar të fshatit Zgafnur, u gjetën edhe u sekuestruan një armë zjarri automatike, një krehër me fishek, një skafandër motociklete e lyer me ngjyrë gri, 2 maska silikoni, një palë doreza si edhe veshje të tjera që besohet se janë përdorur nga autorët gjatë grabitjes. Ndërsa pak ditë më pas, në fshatin Qinam, u gjet dhe u sekuestrua motomjeti i cili është përdorur nga autorët.
Një autoambulancë është përplasur me një makinë në mëngjesin e kësaj të martë në Maliq. Aksidenti erdhi si pasojë e humbjes së kontrollit të ambulancës së Spitalit të Korçës, e cila goditi fort mjetin me targa greke duke lënë të plagosur drejtuesin e kësaj të fundit. Shoferi i lënduar është një emigrant shqiptar i cili po kthehej për pushime në atë dhe ai ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën. Fatmirësisht, në ambulancë nuk kishte pacient të tjerë, ndërsa dhe drejtuesi i saj nuk ka pësuar lëndime serioze. Ndërkohë, pak orë më vonë, në Vlorë, një automjet ka përplasur një monopatinë, bëhet me dije se drejtuesi i saj ka mbetur i plagosur rënd dhe është dërguar me urgjencë në spitalin rajonal. Këto janë dhe pamjet e aksidentit të sotëm në Vlorë. Një autobus me 52 turistë të huaj, mes tyre edhe fëmijë, është përfshirë nga flakët gjatë ditës së sotme teksa po udhëtonte drejt Kalas Beratit. Sipas të dhënave nga policia, drejtuesi i mjetit ka bërë shkëndija në pjesën e motorit e ka ndaluar menjëherë autobusin. Në një kohë të shkurtër, ai ka bërë të mundur zbritje në kohë të gjithë pasagjerëve pa u lënduar asnjëri prej tyre. Flakët nga ana tjetër janë përhapur me shpejtësi duke shkrumbuar autobusin plotësisht, po ashtu është djegur dhe një automjet i parkuar aty pranë. Drejtuesi i autobusit, Revis Dyrmani, është shoqëruar në polici për veprime të mëtejshme hetimore. Qindra forca zjarfikse po vijojnë në betejën për shuarjen e flakëve në 7 vatra aktive në vend. Gjatë aksioneve që po zhvillohen në Puk, në Tiranë dhe në Dibër janë përfshirë edhe avionët dhe helikopterët. 7 vatra zjarri vijojnë të mbeten aktive dhe 2 të tjera janë nën monitorim në të gjithë vendin. Ndryshe nga fillim java, situata në fushë laje të Pukës është përkeqësuar, pasi erërat e forta kanë favorizuar përhapjen e flakëve. Terreni i vështirë ka sjellë probleme sa i përket ndërhyrjes së forcave zjarfikse. Megjithatë, në ndihmë të tyre kanë ardhur 2 helikopterë të forcës ajrore. Autoritetet bëjnë me dije se zjarri nuk rrezikon banesat pranë. Gjatë orëve të fundit, situatë e vështirë është edhe në parkun kombëtar të Lurës, ku për shuarjen e flakëve po ndihmojnë 2 avion. Edhe mali i Dajtit në Tiranë vijon të digjet në disa pjesë të tij, ndërsa forcat toksore po ndihmohen nga një helikopter. Vatra aktive vijon të ketë edhe në qafë Helmës, si dhe në Bruç Tomatit. Megjithatë, asnjëra prej tyre nuk rrezikon zonat e banuara. Për përballimin e situatës janë angazhuar 472 forca operacionale dhe 28 automjete zjarfikse, si dhe 129 ushtar. 25 vjeçarja Ana Dyrmishi, e cila pësoi djegje në pjesën më të madhe të trupit nga zjarri që përfshiu një hotel në lungomare të Vlorës, pak ditë më parë është nisur për trajtim më të specializuar drejt Turqisë. Vajza e re është mbajtur në kujdes intensiv në reanimacion në Spitalin Nën Tereza për 2 ditë pasi pësoi djegje në 85% të trupit, ndërsa gjendja e saj vijon të jetë e rëndë. Nga zjarri i rënë 2 ditë më parë, 6 persona mbetën të lënduar. Disa prej pushuesve u detyruan të hidhen edhe nga balkonet për të shpëtuar flakëve, ndërsa të tjerë u nxorën nga ndërtesa me ndërhyrjen e shërbimit të emergjencës. Të gjitha shpenzimet për trajtimin e vajzës në Turqi po përballohen nga buxheti i shtetit. Reforma territoriale po shoqërohet me shumë qëndrime pro dhe kundër hartës së re të propozuar. Kryebashkiaku i Maliqit thotë se shkrirja e disa njësive vendore nuk përbën problem nëse nuk largohen shërbimet për qytetarët. Gzim Tovçiu, kryetari me 7 mandate në krye të Bashkisë së Maliqit, ka folur për herë të parë për reformën territoriale dhe shkrirjen e Maliqit me Korçën. Tovçiu nuk ju është bashkuar kryetarëve të njësive vendore që kanë dalë kundër shkrirjes së bashkive, por gjatë një takimi në Maliq, ai ka pranuar se në këtë moment edhe ai vetë është i paqartë se çfarë pasojash do të sjellë kjo hartë e re territoriale mbi jetën e banorëve të Maliqit. Ende unë jam i paqartë për atë çfarë do të ndodhë. Në kuptimin e çfarë do të ndryshojë, nëse do të miratohet kjo reformë e re, cila do të jetë statusi i qyteteve tona, i bashkive tona, i kompetencave, i financave, i investimeve.
Sipas Gzim Topçiut, propozimi i socialistëve nuk parashikon shkrirjen e Bashkisë së Maliqit, pasi ai krijon konceptin e qytetit. Projekt ligji parashikon që qyteti i Maliqit të ketë një organizim siç e ka patur me njësitë administrative. Njësitë administrative të Maliqit nuk do të varen nga Korça, po do të varen përsëri nga Maliqi. Nuk do të ketë kryetar bashkie, po do të ketë 20 vendës kryetar funksional. Prej datës 30 korrik, kur Partia Socialiste publikoi hartën e re territoriale me 46 bashki, nga 61 që vendi ka aktualisht, shumica e kryetarëve të bashkive që shkrihen e banorët e këtyre njësive vendore kanë dalë në protestë kundër ndarjes së re territoriale. Numri i vdekjeve në Korçë po rezulton të jetë më i lartë sa i lindjeve. Sociologët atje thonë se ky fenomen po shoqërohet edhe me largimin e të rinjve, duke sjellë tkurrjen e kryeqendrës së juglindjes. Korça po përballet me një tkurrje demografike, pasi vdekjet kanë tejkaluar numrin e lindjeve. Të dhënat e fundit nga Instat bëjnë me dije se janë shënuar 265 vdekje më shumë se lindje gjatë tremujorit të dytë të këtij viti. Për sociologët, pas kësaj shifre fshi edhe një tjetër problem: plakja e popullsisë dhe largimi të rinjve. Në qytetin e Korçës apo në qarkun e Korçës jetojnë banor me moshën 65 vjeç dhe lart më shumë se sa banor 15 deri në 30 vjeç. Në Korçë, për fat keq momentalisht, nuk kemi investimet e duhura, nuk është vëmendja e dur në pjesën e dhënies së mbështetjes sociale për çiftet e reja, siç mund të jetë një qiraje butë, një kredi e lehtë për blerjen e një banese. Emigrimi dhe mungesa mundësive të punësimit e bëjnë gjithnjë më të vështirë për të rinjt që të ndërtojnë jetën dhe familjen në Korçë. Në fakt, arsyet janë sa ekonomike, sa sociale, po aq edhe profesionale. Arsyeja e parë është dhe lidhet kryesisht me mundësi më të mira punësimi, pa diskutim dhe paga më të mira. Dhe shumë të rinj mendojnë se punët në Shqipëri nuk ofrojnë pagën e dur për arsimin e tyre përkatës. Një arsye tjetër e rëndësishme është mungesa e perspektivës për karrierë. Ata mendojnë që duke u pozicionuar në një vend pune nuk mund të vazhdojnë të bëjnë karrierë për sa i përket arsimimit të tyre. Meritokracia e dobët. Mbarojnë universitetin, mbarojnë shkollën dhe mendojnë se s'kan mundësi të gjejnë punë sepse s'janë të aftë të kenë njohjet, lidhjet. Në rrugët e qytetit, shqetësimi për boshatisin e Korçës dëgjohet dhe nga banorët më të moshuar. S'ka të rinj. Nuk ka të rinj. Edhe kush të lindin e plejtë tash të lindin që të rinjt kanë ikur më të mirë, vend më të mirë. Plejtë s'kan shërbim, thej. Ka mbaruar, jo ka mbaruar fare. Nëse trendi i plakjes, emigrimi dhe rëndjes së lindjeve nuk ndryshon, sfida për qytetin më të madh të juglindjes së Shqipërisë nuk do të jetë vetëm sa banor do të ketë nesër, por kush do të jetojë në Korçë. Porti i Vlorës është përballur me një fluks të lartë të pasagjerëve. Autoritetet bën të ditur se rreth 600 persona dhe 150 automjete janë nisur drejt Italisë vetëm gjatë mbrëmjes të hënës. Fluksi vijon të jetë i lartë edhe në hyrje të territorit shqiptar. Të hënën u regjistruan rreth 1400 pasagjerë të mbritur në Vlorë nga vendi fqinj me traget, duke dëshmuar intensitetin e lartë të lëvizjeve në këtë pikë kufitare. Fluksi në portin e Vlorës pritet të vijojë edhe gjatë ditëve në vijim, sipas autoriteteve, me lëvizje të shtuara si në hyrje ashtu edhe në dalje nga territori ynë. Sezoni veror ka sjellë trafik të rënduar edhe në qarkun e Fierit. Për pasojë, policia rrugore atje thotë se ka shtuar masat në akset më problematike për të lehtësuar qarkullimin dhe për të ndëshkuar shoferët problematik. Forcat e policisë në qarkun e Fierit kanë marrë masa shtesë për të garantuar qarkullimin normal të qytetarëve në kulmin e sezonit pushimeve. Shefi sektorit policisë rrugore në Fier, Rustem Plaka, sqaron se puna e policisë është fokusuar tek të gjitha rrugët që të çojnë drejt plazheve, pasi ato janë dhe akset që kanë trafikun më të rënduar. Zonat më problematike të qarkut Fier për ngarkesën e trafikut është aksi Patos Fier, Fier Levan, gjithashtu dhe të gjitha akset që të çojnë në Bregdetin e qarkut Fier. Por trafiku nuk është i vetmi problem që shoqëron muaj ngushtë. Shefi i policisë rrugore pranon se numri i aksidenteve këtë periudhë është rritur. Në rastin të bëj thirrje të gjithë drejtuesve të mjeteve të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor duke mos rrezikuar jetën e tyre dhe të tjerëve.
Aksi Levant-Belen mbetet një prej rrugëve me riskun më të lartë për aksidente dhe për shkak të mungesës së sinjalistikës rrugore, për të cilën është vënë në dieni edhe autoriteti rrugor shqiptar. Një nga destinacionet kryesore për turistët vendas dhe të huaj, sidomos në Durrës, është Muzeu Arkeologjik. Numri i vizitorëve që duan të njehin me lashtësinë e qytetit bregdetar është çdo ditë i lartë. Muzeu Arkeologjik i Durrësit vijon të tërheq çdo ditë vizitorë që kanë interes për të zbuluar gjurmët e historisë së qytetit bregdetar. Mes tyre, të shumt janë edhe të huajt. Për disa prej tyre, kjo është vizita e parë në muze, por edhe kontakti i parë me trashëgiminë e pasur arkeologjike të Durrësit. Është hera e parë që vi këtu dhe më pëlqen shumë. Vi nga Norvegjia. Muzeu është shumë interesant dhe më pëlqen shumë edhe historia. I'm from France. And it's our first time at Albania. Jemi nga Franca. Është hera e parë që vim në Shqipëri dhe po vizitojmë këtë muze për të njohur historinë dhe kulturën e vendit tuaj. Jemi shumë të impresionuar, është shumë i bukur dhe interesant. It's a great museum. Është një muze shumë i bukur. Është interesante të shohësh se si ka qenë historia dhe kultura e këtij vendi. Vi nga Franca dhe është hera e parë që jam këtu. Njerëzit janë shumë të këndshëm dhe të sjellshëm. Është një vend shumë i bukur. Përgjegjësja e qendrës muzeore Durrës, Eda Çekrezi, thotë se numri i turistëve ka qenë i lartë, ndërsa vëmendje të veçantë marrin koleksionet dhe objektet arkeologjike. Ka pasur një interesim të shumë të vizitorëve për ta parë Muzeun Arkeologjik të qytetit të Durrësit. Kemi pasur vizitorë të ndryshëm, sidomos vizitorë të huaj, por gjithashtu interes ka pasur edhe nga vizitorët vendas për ta parë aktualisht muzeun. Grupe nga Italia, ka pasur nga Franca, nga Gjermania, ka pasur grupe nga Amerika, të cilët kanë ardhur për ta parë, pra nga vende të ndryshme. Muzeu Arkeologjik i Durrësit u inaugurua në muajin prill pas përfundimit të një procesi restaurimi dhe rikualifikimi. Ai vijon të mbetet një nga pikat kryesore të interesit kulturor në Durrës, duke mirëpritur çdo ditë vizitorë që kërkojnë të zbulojnë historinë dhe pasurinë e qytetit antik. Prej 2 javësh është rikthyer edhe tarifa hyrjes në muze me një pagesë prej 800 lekësh. Pas skadimit të marrëveshjes së armëpushimit, SBA dhe Irani nuk po japin asnjë sinjal për rikthimin në tryezën e bisedimeve. Presidenti Donald Trump deklaroi se nuk do të ketë negociata të reja, ndërsa Irani është bërë gati për rinisjen e sulmeve ajrore. Presidenti Amerikan Donald Trump ka shpërsuar sërish gjuhën ndaj Iranit, ndërsa përpjekjet për të arritur një marrëveshje që do të jap fund luftës mes dy vendeve duket se kanë hyrë në një pikë kritike. Në një postim në rrjetet sociale, kreu i shtetit amerikan ka deklaruar se ngushtica e Hormuzit, e cila është territori iranian, tashmë është një territori i ri i Amerikës. Ndërkohë më herët nga zyra ovale, Trump tha se Teherani nuk po tregon gatishmëri për të pranuar marrëveshjen që sipas tij është e nevojshme për të dhënë fund konfliktit. Ai e bëri të qartë se objektivi kryesor i SBA-s mbetet pengimi i Iranit për të zotëruar armët bërthamore. Irani nuk mund të ketë armë bërthamore. Nuk kam ndërmend të zgjas marrëveshjen e përkohshme të armëpushimit mes dy vendeve. Disa orë para deklaratës në Shtëpinë e Bardhë, Trump tha se Irani duhet të ngrejë flamurin e bardhë të dorëzimit. Nga ana tjetër, edhe Teherani po sinjalizon një ndryshim të qasjes. Një zyrtar i lartë iranian i tha Reutersit se vendi duhet të kalojë në një qendrim ushtarak plotësisht ofensiv, pasi përpjekjet për të negociuar një fund të përhershëm të luftës kanë ngecur. Përplasja diplomatike nuk kufizohet vetëm te SBA-ja dhe Irani. Në qendër të tensioneve është edhe ngushtica e Hormuzit, një nga rrugët më të rëndësishme të transportit energjetik në botë. Para shpërtimit të konfliktit, përmes saj kalonte rreth 20% e furnizimit botëror me naftë dhe gaz natyror të lëngshëm. Palët kishin rënë dakord që brenda 60 ditësh të përpiqeshin të arrinin një marrëveshje përfundimtare, përfshirë edhe çështjen e programit bërthamor iranian, por ky afat përfundoi të hënën pa një rezultat konkret. Sulmet ukrainase me dron britanik në Rusi kanë sjellë reagimin e ashpër të Moskës zyrtare, jo ka kërcënuar se kjo mbështetje ushtarake do të ketë pasoja të rënda. Rusia ka paralajmëruar Britaninë e Madhe se do të përballet me pasoja për shkak të mbështetjes ushtarake ndaj Ukrainës, veçanërisht për furnizimin me dron që mund të përdoren për sulme me rreze të gjata brenda territorit të rus.
Kërcënimi erdhi nga ambasada ruse në Londër pas një raportimi se disa dronë të prodhuar në Britani janë përdorur për herë të parë me sulme me rrezet të gjatë kundër objektivave në Rusi. Në një deklaratë të publikuar në Telegram, ambasada ruse tha se veprimet e Londrës në mënyrë të pashmangshme do të kenë pasoja, duke paralajmëruar se kostoja për Britaninë do të rritet në varësi të shkallës së përfshirjes së saj në luftë. Për situatën ka reaguar edhe kryeministri britanik Andy Burnham, i cili u shpreh se Ukraina do të ketë përherë mbështetjen e Britanisë. Kjo është mbretëria e bashkuar që po bën atë që ka thënë prej kohësh se do të bëj, që është të mbështesë Ukrainën 100% kundër kësaj lufte të paligjshme të udhëhequr nga Vladimir Putin. Ne po ofrojmë mbështetje në mënyrë që Ukraina të mund të mbrojë veten. Dhe ky ka qenë qëndrimi britanik gjatë gjithë këtij konflikti nga kryeministrat e mëparshëm dhe ky mbetet rasti edhe për mua. Paralajmërimi vjen në një moment kur përdorimi i dronëve është kthyer në një nga elementet kryesor të luftës mes Rusisë dhe Ukrainës. Kievi ka përdorur gjithnjë e më shumë këto mjete për të goditur objektiva në thellësi të territorit rus, përfshi rafineri nafte, depo dhe infrastrukturë logjistike. Britania ka qenë një nga mbështetësit më të rëndësishëm ushtarak të Ukrainës që prej fillimit të pushtimit rus në vitin 2022. Ndihma ushtarake e vendeve perëndimore është bërë pjesë e drejt për drejt e përballjes mes Moskës dhe Perëndimit, ndërsa çdo zgjerimi i kapaciteteve të Ukrainës për të goditur objektivat brenda Rusisë rrit shqetësimet për një përshkallëzim të mëtejshëm. Këtu kemi përfunduar me lajmet e drekës. Faleminderit dhe miru takofshim.